Çka do ju thoje? Është një mënyrë e mirë e arktimit, por duhet me gjetë vetën edhe me I besu vetës. Ajo është ajo që na dërgon në një qëllim caktum ose në një drejtim caktum. Nuk I besoj parashikimit, nuk I besoj yjeve cëllot kanë shëndrit para 200 vjetë, disa janë 50 vjetë, dhe aty shihet e armja, po është mënyrë e mirë e arktimit edhe me letra në varet. Nëse e merr ato shletrave dhe ja bjen një tjetër, me siguri dalin në ndryshe, edhe ato janë një rasti që shpërzihen, e që ajo rasti është fati jam, ajo është diçka që nuk besohet. Po çfarë niveli do të mbërrim, është krejt ajo sa I njohim vetveten, sa I besojmë vetës, kur e njohim mirë veten, I besojmë vetës, e dojmë veten, atëherë kemi me vlerësu veten. Kur ta vlerësojmë veten, atëherë çdo rrugtim është. Se shumë shpesh na I marrin dështimet që është fundi botës. Jo, çdo dështim është një shkollë. Nuk ka shkollë e cila nuk paguhet. A e pagun me parë, a e pagun me emocion, është diçka tjetër. Ashtu që dështimi është pjesë e pjekurisë dhe e zhvillimit tonë. E nëse shkojmë me vetbesim, thjesht e kuptojmë si edhe njëherë nuk jem në trup, duhet me shkon tjetër. Po, ndoshta na mëson më shumë edhe dështime. Jo ndoshta, po ne mësojmë prej dështimeve.